Psalmi 38, lutja në ngushëllim. Mos me qorto o Zot në hidhrimin tënd, e mos me dëshko në zemrimin tënd, sepse shigjetat e tua në mua unë ngulën, bi mua rendoj dora jote. S'ka vend të shëndosh në trupin tim për shkak të zemrimit tënd, e s'ka paqë në ishtrat e mi për shkak të mëkateve të mia. Sepse fajet e mia kaluan mbi kokën time me ndryllin, por si bara e rend, u qelben dhe u kalben barat e mia. Për shkak të marrëzisë sime u kërrusa dhe u gërmuqa përse tepërmi. I trishtoshëm endem gjithë ditën, digjem prej jetëve i jetë e mia. Asgjë në trupin tim nuk kam të shëndosh, i lodhur e i këputur krejtësisht, gjemoj prej denesës së zemrës sime. Para teje o Zot i ve dëshirat e mia, as britmat e mia nuk janë për ty të shehta. Zemra më rreth dhe fuqia me lëshoj, edhe drita syve të mi po fiket. Miqt e shokët e mi u zbrapsën para plagëve të mia, edhe me të afërmit e mi me rrin larg, me ngrehin leqe ata që kërkojnë jetën time e me kërcënojnë me vdekje ata që ma dëshirojnë të keqen. Gjithë ditën përblujnë deli kundër meje. E unë si i shurllër nuk dëgjoja, si të isha i pagoj, një fjalë nuk e them. U bera jement si ai që nuk ndjen, si ai që në gojë përgjigje s'ka. Pasi në ty o Zot e kam vënë shpresën, o Zot hyjim, ti do të me dëgjosh, sepse thash, dhe mos lejo të nglihen në mua, kur të me merren këmbët të mos krenohem kundër meje. E unë jam i gatshëm për tu rrëzuar dhe mbjen time për here kam para syve, ja unë e prandaj fatin tim, jam i prishur për mëkatin tim, e armiqtë e mi janë gjallë e të fortë, e shumuan ata që me urrejnë dije keqes, të mirën ma kthejnë me të keqe, e me shpifen pse mundohen për të mirën. Mos me lë vetëm o Zot, hyjim, mos u largu prej mejet, nxito të me ndihmosh o Zot shëlbuesi im.